Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Do bëjmë leximin e javës për ju. Kur them javës nuk do të thot vetëm për javë, nga që po e them javës po e bëjmë çdo javë të dashur akrepër. Ky lexim vlen absolutisht për më shumë se javë, muaj të tërë, nga që këshillat që më përmbajnë apo mesazhet mund t'ju ndihmojnë në rrugtimin e juaj. Titulli e leximit të juaj do jeja kështu: nuk ka më vend për të parë pas. Rruga përpara është ndërtuar nga veprimi jot. Leximi juaj është një kombinim mes përmbylljes dhe rilindjes, një udhëtim i brendshëm që kërkon strukturë të re, qëllim të pastër dhe gatishmëri për të vepruar, jo thjesht për të kuptuar. Energjia këtu është e fortë, je gati për hapjen e radhës, por po e shtyn sepse pret një shenjë të ri, që në fakt të lind nga përkushtimi, jo nga rasti, të dashur akrepër. Rrota e fatit apo rrota e medicinës që quhet në këtë grup letrash hap leximin me një energji të fuqishme ciklike. Ti je në një pikë kthese, ta them ashtu. Gjërat janë lëvizur ndoshta më shpejt se çpritej. Dhe tani pyetja është, a do të rrish duke analizuar ndryshimin apo do ta përqafosh si mundësi për transformim të vetes, të dashur akrepër? Perandori këtu vjen për të kujtuar, është koha për të vendosur strukturë, akrepi ndjen gjithçka, por tani është koha për të ndërtuar diçka që zgjat, një projekt, një marrëdhënie, një mënyrë jetese që nuk varet nga humoret apo dramat, por nga qëndrueshmëria dhe përgjegjësia e juaj, absolutisht e askujt tjetër. 4 të zjarit të dashur, si që është kjo këtu, është përmbyllje një kapitulli, e ke bërë çfarë ke pasur për të bërë në një situatë të caktuar. Mos rri më aty duke kërkuar më shumë provë apo kthim. Ky është fundi i një cikli që kërkon nderim, jo rishkrim. Ke mbaruar, ec më tutje. Vajza e zjarrit të dashur, apo djali i zjarrit, ta them ashtu, vjen për të ndezur energjinë e re që po vjen nga ky përfundim. Ajo thot mos prit më, leje për të qenë gjallë, ta them kështu në mënyrë metaforike, për të vepruar. Është koha për të shprehur pasionin i det lirinë tënde, edhe nëse nuk është e përsosur. Rruga hapet në ecje, jo në pritje. Asi i zjarrit konfirmon ka një mundësi apo ka mundësi të reja, një zjarr që pret të ndizet, por që kërkon veprim konkret nga ju. Përfundimet dhe ecjen para. Nëse nuk e konkret, jo vetëm entuziazëm, nëse nuk e kanalizon këtë energji në mënyrë të përqendruar, ajo do të shpërhapet në emocionet që do të lodhin, të dashur akrepër. Dhe hermit apo vetmitari tërheq brenda vetes për një qëllim të qartë. Kthehu në qendrën tënde, në veten tënde dua të them, përpara se të nisesh drejt qëllimit të ri. Nuk ke nevojë për këshillat e tjera, ke nevojë për qartësi dhe për një angazhim të mbrëmshëm që thot, po, jam gati të ec tani. Çfarë do të jenë detyrat e juaja të dashur akrepër? Duhet të pranojmë patjetër përfundimin e një kapitulli që keni zvarritur tash e ca kohë. Jepi fundin që meriton. Çfarëdo që të jetë ajo. Vendos një strukturë për pasionin tënd, ide, plan, veprim, ndryshim real. Mos i kërko ndjenjet e forta për të justifikuar një vendim. Ti e di tashmë çfarë duhet të bësh. Bëj një hap përpara, edhe i vogël qoftë. Qëllimi yt ka nevojë për lëvizje, jo vend numëron. Përdor qetësinë për të fokusuar, jo për të ikur. Qëndro në rrënjët tënde, apo me këmbë në tokë, të dashur akrepër. Mesazhi i gjithë leximit të juaj është: ti nuk je më në kërkim të përgjigjeve, je në fazën ku duhet të bëhesh vetë përgjigja që ke kërkuar. Absolutisht. Koha është tani, lëvizja është jote, e juaja, dhe ajo që do të krijosh do të flas më shumë se çdo ndjesi që ke përjetuar deri tani.
Përgjigjet i keni, veproni të dashur akrepër. Nuk është momenti për të qëndruar akoma aty ku keni qenë.